Të dashi, sot mund të ndjeni një moment të këndshëm me familjen, në punë esni me hapa të sigurt. Demi, dita ju shtyn drejt më shumë kohë për veten. Lëreni gjërat të zhvillohen pa i detyruar. Binjakët, energjia juaj e ditës sjell një zgjedhje që kërkon durim. Një informacion i ri mund t'ju hap një rrugë. Laforia, dita ju shtyn drejt një ritmi më produktiv. Në marrëdhënie mos lini vend për keq kuptime. Luani, sot do t'ju ndihmoj një mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Në punë hesi me hapa të sigurt. Zhresha, dita sjell një ditë sociale se zakonisht. Vendosni kufi aty ku është e nevojshme. Peshorja, kjo ditë favorizon një zgjedhje që kërkon durim. Mos pranoni vetëm për të shmangur konfliktin. Akrepi, sot mbizotëron një hap i vogël në financa. Në çift pritet më shumë afërsi. Shqiptari, sot mbizotëron një lajm i papritur. Një ide profesionale meriton vëmendje. Priciapi, një atmosferë mirë sjellë mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Mos lini pas dore një detaj praktik. Ujori, dita ju shtyn drejt qartësisë për një çështje personale. Një bashkëpunim i ri mund të jetë frymëzues. Peshqit, sot mbizotëron një surprizë në dashuri. Në marrëdhënie mos lini vend për keq kuptime. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.